Drejt përfundimit është procesi rinumërimit të votave nga zgjedhjet e 28 dhjetorit. Deri të martën në orën 16 janë rinumëruar 77% e vendvotimeve, teksa në 28 komuna ka përfunduar tërësisht. Pa u rinumëruar kanë mbetur edhe 584 vendvotime nga 2557 sa është vendosur të nënshtrohen këtij procesi. Nga të dhënat e KQZ-s rezulton se drejt fundit është edhe numërimi për herë të dytë i votave në komunën e Mitrovicës së Jugut, Lipjanit e Novobërdës. Nga ky institucion kanë përsëritur se presin që i gjithë procesi të përmbyllet deri të shtunën e rezultatet përfundimtare të shpallen në fillim të shkurtit. Fillimisht procesi i rinumërimit, i cili ka filluar me datë 13 janar dhe deri më sot, është duke vazhduar sipas planifikimeve të Komisionit Qendror të zgjedhjeve. Në përgjithësi këto në qendrën e numërimit dhe të rezultateve janë 76 ekipe numërimi, të cilat që angazhohen gjatë gjithë ditës, duke filluar nga ora 8 e mëngjesit deri në mesnatë, sipas planifikimeve dhe dinamikës që është duke zhvilluar të në QNR, atëherë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve planifikon që procesi i rinumërimit për vendvotimet e mbetura të përmbyllet deri në fund të këtij muaji, pra që i bie ditë shtunë. Zëdhënësi Valmir Elezi ka thënë se edhe pas përmbylljes së rinumërimit duhet të pritet për adresimin dhe shqyrtimin e ankesave të mundshme në PZAP e eventualisht edhe në Gjykatën Supreme, që të përmbyllin në tërësi procesin e zgjedhjeve të 28 dhjetorit. Rinumërimi ende nuk ka përfunduar në komunat e mëdha si Prishtina, Peja e Podujeva, derisa në proces janë edhe Suhareka, Rahoveci, Obiliqi e Shtrpca.